Hey, aku jemi rikthyer përsëri në pjesën e dytë të Shizo në herë në Top Albana Radio në 100 FM. Edhe goca më tregoni pak, e keni provuar ndonjëherë po dhe ju dëgjuesit tan, që ta fikni telefonin, do të thënë, jo nga bateria, ta fikni vetë, edhe mos të doni që ta përdorni. Do të thënë një ditë pas story, pas sin, pa njoftime, ore pa mesazhe, ku askush nuk ju kërkon, nuk ju gjen, nuk e di. E keni ndirë ndonjëherë këtë shlirim, shans? E keni provuar? Të them të drejtën në shlirim. Jo, më ka pankthi. Edhe për mua është shlirim, me thënë të drejtën. Më duket sikur jam shumë e qetë dhe shumë në paqe pa telefonin. Po e keni provuar? Të them, unë e kam fikur. Dy herë kam provuar me numrim. Më shumë nuk e kam ashtu se është shumë i domosdoshëm, ç'a të bësh. Ti Erika të rimendja gjithën të çunin, nëse e bën këtë gjë, ë? S'mund ta bëj këtë gjë. Nuk e bën dot. Jam shumë. Erika e përjashton nga ky moment, se po flisja sepse jam. Po pse nuk ka ndonjëherë prindrit nevojë për një pushim nga telefoni, nga çdo, domethënë, mund të ketë edhe momente që ti mund të jesh bashkë me djalin dhe ta fikësh telefonin. Po, në momentin që un kam qenë me çunin tim, normalisht që e kam fikur telefonin sepse për aq kohë sa kam atë nuk është më intereson shumë pjesa e rrjeteve sociale apo informacionet e jashtme, por që prap telefoni mendoj që është ndonjëherë e kemi si mik, ndonjëherë kemi si armik, ndonjëherë shohim si mburoj, nuk e di, ndonjëherë si ditarin ton tjetër të telefonit, mendoj unë që po si individ, si prind, të pyes ty si prind. Në momentin që ti, domethënë, djali ka pasur një ditë plot grindje, domethënë ti e lodhur, ke pasur shumë punë, dita ka qenë shumë e ngarkuar, ke pasur atë momentin që thjesht ndoshta djalin e ke lënë te prindrit, je larguar, e ke fikur telefonin dhe e ke fikur komplet dhe trurin bashkë me telefonin vetëm për t'u qetësuar. Ka nga këto momente te prindrit? Normale që ka momente që ne kërkojmë atë qetësinë tonë psikologjike, duke qenë se ti kur je prind ke një ngarkesë më të lartë se sa pjesa, domethënë se kur je më e lirë, por që prap sado unë jetoj me prindrit dhe me fëmijën tim, edhe detyrimisht fëmijën tim do e kem non stop aty, kështu që kjo pjesa përjashtohet, kurse për pjesën e telefonit patjetër që ka pasur raste që edhe kam fikur, edhe kam dashur që thjesht kaloj momente pak më shumë me fëmijën tim, pa u përfshirë shumë te kjo bota e telefonit, pa dëgjuar asnjë lloj gjëje, asnjë koment, mesazh, asnjë lloj. Kur e fikni telefonin, a prisni që kur ta hapni të shpërthejnë mesazhet kush kjo? Mua më ka pankth, do të nuk e di, nuk e kam provuar kur. Unë me po pra unë kam fikur kur vet. Po pra se do ta fik telefonin. Kam një ndjesi, mendoj se sikur nuk jam shumë e lidhur, po as nuk e kam provuar ndonjëherë që ta fik. Dhe madje nuk e di para nga një javë, imagjinon ka manifestuar këtë temën, se po mendoja që për shembull si ja bën ata në Big Brother pa telefon. Edhe unë po mendoja, okay, se ja aty në shtëpi, por ja e thoja ja për shembull, ja aty në shtëpi me ata personazhet, kalon dita se janë ato dinamikat e veta. Po telefonin, domethënë nuk ndodh instinktivisht të nxjerrësh të kapësh telefonin. Po telefonin po pa orë. Mirë edhe pa orë, po pa orë, hajde se unë nuk e vresh shumë mendje, po mendoj ndonjëherë, imagjino po mendoja po të jem në Big dhe një ditë ja bëj, domethënë kot, e kupton? Ajo ide, po ku kam telefonin, se më ka ndodhur natyrë që e kam në veshëve, o motra ose flas për shkak, motra ja se më ka humb telefonin. Tu kërku telefonin me Big. Çfarë ka humbur? Telefonin me pa prisë s'po e gjej. Nga eksperjenca ime personale, unë personalisht kam një obsesion shumë të madh për telefonin. Nuk rri dot pa telefon. Zgjojmë në mëngjes, hap telefonin, por edhe para se të flë, duhet të shikosh telefonin. Mendoj që telefoni është kthyer në një vesë më shumë se sa si një mjet. E kupton në momentin që neve, domethënë është si puna e ti që los bixhoz ose aty që pi alkool, që nuk jeton dot pa diçka, dhe neve duket sikur nuk jetojmë dot pa telefon. Në fakt unë s'kam fare problem të ri pa telefon. Për shkak ka njerëz të tillë. Unë gjysmën e ditës e kaloj pa telefon. Seriozisht, duket sikur është e çuditshme, po që e kaloj pa telefon, se për shembull merrem me punë, me gjëra. Vetëm në darkë po, kur jam shtrirë po më duhet. Ka disa momente, nuk e di, unë e kap veten time për herë që jam në telefon dhe mund të kem kaluar diku te 1 orë, 2 orë në telefon, ndoshta duke bërë scroll dhe them me vete 1 sekond çfarë po bëj, sepse po kaloj nga Instagrami te TikToku, nga TikToku te Instagrami. Çfarë po bëj? Të bëj unë gjithë ditën. Dhe ka
aty më vret më shumë, sepse them është vërtet një humbje kohe. Okej, ndoshta tani në këto momente nuk kam pasur asgjë për të bërë dhe scroll, për të kaluar kohën. Po ndoshta mund të lexonim një libër, siç lexon Engji. Jo realisht online. E di çfarë online. E di çfarë dua të them una, dua të them që do të thënë, interneti mendoj që ka prishur shumë punë. Interneti, telefoni, vërtet quhen rrjete sociale, po mendoj që nga telefoni dhe nga interneti ne jemi bërë shumë antisocial. Mendoj që kanë humbur vlerat e njerëzimit dhe kanë humbur do me thënë çdo gjë që ka qenë dikur ka humbur, ne nuk rrimë me njëri tjetrin në kafe dhe të bëjmë muhabet, po do rrim të gjithë në telefon. Po të takosh njëri ditë për ditë, normalisht s'ke çfarë muhabeti të bësh. Telefoni është krijuar që ne një mjet i shpejt komunikimi që neve domethënë të lidhemi më shpejt me njerëzit që i kemi larg ose me njerëzit që nuk i kemi aty momentalisht. Edhe ka dhe gjëra pozitive normalisht. Sa na afron me njerëzit, aq që po na largon. Unë për shembull do të pyesja goca, realisht e mendoni për shembull sikur e kemi më shumë si shpëtim nga realiteti apo është nevojë, do të thënë është nevojë, do të thënë zakon, është një gjë që ti tani të është bërë jetike apo se unë ndonjëherë kur jam i mërzitur realisht marr telefonin të heq mendjen. Por zonë filloj kam një lojë luaj atë lojën. Po ju ironia që bëra një story para disa ditësh dhe ishte kështu një reels që më doli dhe thoshte që interneti dhe telefoni shkatruan romancën. Dhe është vërtet. Dhe e postoj unë beqare me telefon në story në Instagram. Do të thënë, po ne jemi koshient pra për këtë gjën. Dhe ne thjesht nuk po bëjmë asgjë për ta ndryshuar. Po, është e vërtet. Domethënë, dikur, nëse e marrim kështu në kohën e mamit edhe babit ton kur dashuroheshin, njiheshin nëpër vende aktuale me njëri tjetrin, i merrte malli për njëri tjetrin se nuk kishin me çfarë të flisnin për shembull, ose vinin poshtë balkonit, ose ku diun bënin gjëra që ndrohës, edhe unë dua me që hape temën e dashurisë, dua që libri për sot është Digital Love nga Christopher Weller. Goca, po, po e dini që janë bërë edhe shumë këngë, për shembull, unë kam shumë qef Central Scene, e keni dëgjuar të këngën që ai ka bër Gen Z Love që te teksti po edhe do të përshëndes pastaj me këtë këngë me që dhe përmendëm që thot tek teksti që kur fëmijët tanë na pyesin se si ne të dy jemi njohur, do ju them që jemi dashuria e gjeneratës Z. Do ju them që më ke dalë në Instagram, unë kam bërë scroll, të kam bërë një like, pastaj koment dhe kështu kemi hyrë në muhabet. Domethënë, dhe romanca sot shumica e njerëzve po njihen nëpërmjet telefonit, domethënë rrjeteve sociale. Edhe me qenë se Tina preke këngën, unë mendoj të kalojmë në një këngë. Central C, Gen Z Love.